Një operacion I mirë organizuar I policisë e Elbasanit në bashkëpunim me forcat e posaçme shqiponja dhe ato operacionale në drejtimin e prokurorisë ka çuar në finalizimin me sukses të aksionit koduar FAST, I fokusuar në goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e arëmbajtjes pa leje. Si rezultat, u arestuar në flagrancë 14 shtetas, të gjithë me precedent të theksuar penal në fushën e krimeve kundër personit dhe narkotikëve. Ata u kapën në një lokal në fshatin Bradashesh, në pronësi të një prej të arrestuarve, shtetasit TZ, ku shërbimet e policisë ndërhyn menjëherë pas marrjes së informacioneve operative. Gjatë kontrolleve në lokalin dhe banesat e të arrestuarve, policia sekuestroi 3 armë zjarri tip pistolet dhe municion luftarak, pajisje elektroshot, dorez nero paralizuese, 4 radiokomunikimi si ato të policisë, jelek me mbishkrimin policia, sent metalik dhe objekt sinjalizues në formë pistolete, thik, shkop metalik, DVR, 13 celular, 4 automjete dhe një shumë parash. Të arrestuarit janë identifikuar si Endri Doda, Ervin Cani, Akil Kërtusha, Blerim Heta, Maksim Suçi alias Lika, Stefan Memeti, Ergys Tusha, Jurgers Mullaj dhe Hanson Mullaj. Mes tyre janë edhe ish kandidati për deputet Bujar Muça.